Kanioni Gjipe dhe gjiri i akuariumit në Jale. Këto vende ma gjepsese ofrojnë ujëra të kristal, pejsazhe manice dhe një atmosferë të qetë, duke u bërë destinacioni ideal për adhuruesit e natyrës dhe aventurës. Tashmë ndodhemi në pjesën e gjirit të akuariumit. Është një gjir i cili njihet për bukuritë natyrore, mirë po edhe për ujin e kristalt që ka këtu. Vlen të theksohet se është një plazh publike ku gjithë shqiptarët mund të vendosin çadren apo tendën e tyre dhe të shijojnë gjatë gjithë ditës në qetësinë e Jales, mirë po edhe në bukuritë natyrore që të ofron ky gjir. Gjiri i akuariumit në Bregdetin e Jalës është i mbushur me ujëra të kaltra dhe shumë të qarta që ngjajnë me një akuarium natyror. Kanioni Gjipe është një nga mrekullitë natyrore të jugut të Shqipërisë, i njohur për shkëmbënjet të tij të lartë dhe lumejt me ujëra të kristalt që rrjedhin drejt në detin Jan. Gjipeja përveç se plazh është edhe kanjoni, është kanjoni më i veçantë në Evropë, prej faktit që është i vetmi kanjon në Evropë që derdhet direkt në det. Shumica e kanjoneve derdhen në lumenj fillimisht mandej në det, për shembull gjithë kemi dëgjuar kanjonet e Osumit, derdhen lumin në Osum që kalon nëpër qytetin e Beratit mandej në detin Adriatik, ndërsa ky është i vetmi në Evropë që derdhet direkt në det. Ndërsa edhe emri Gjipe ka një karakteristikë të veçantë. Dhe përveç kësaj edhe emrin e ka karakteristik. Fjala Gjipe rrjedh prej bashkimit të fjalëve gjiri i Perëndis. Sipas mitit konsiderohet për shkak të bukurive të mëdha që Perëndia, Zoti e ka kriju këtë gjë për veti, po fati ka deshur me na met neve shqiptarëve. Kanjoni gjatë dimrit ka her pas here rrjedh të ujit, pavarësisht tash me futjen e tubacioneve normal është uji i paksuar, po e veçanta është edhe freskia brenda në kanjon. Ka raste kur temperatura nga bregu i detit këtu brenda në kanjon dallon deri në 8 gradë Celsius. Pra 8 gradë më freskët është brenda sesa këtu. Edhe njëkohësisht për gjithë adhuruesit e ngjitjeve bjeshkatare është i veçantë për shkak të niveleve që ka derisa ngjitesh. Kështu që është shumë i frekuentuar, sidomos prej turistëve të huaj e normalisht edhe prej pushuesve nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe nga gjithë vendet që vinë edhe në kampin tonë. Ky kanjon ofron një përvojë unike aventurash në natyrë, duke të ftuar të eksplorosh pejsazhe manice dhe të freskohesh në pishinat natyrore të krijuara nga lumi. Kanioni Gjipe dhe gjiri i akuariumit janë dy prej thesareve natyrore më të çmuara të Shqipërisë, që ofrojnë eksperjenca unike dhe bukuri të paprekura. Ata janë dëshmi e mrekullive që natyra na dhuron dhe një thirrje për të mbrojtur dhe ruajtur këto vende të veçanta për brezat që do të vinë. Jemi pra bashkë, tani është koha që të bashkë përsedoj me musafirin tim të parë për sot. Me mua këtu afër është këngëtari i njohur Gentian Gojani, me cilin do të flasim për shumë gjana, po gjithsesi do ta prekim edhe verën, meqense vetë se e kemi këtu nxehtën i cili po mbretëron këto ditë, po e bën vetën, por edhe dasmë